Falja është një virtyt. Megjithatë ka njerëz që nuk mendohen për atë që kanë bërë. Në fakt, e vetmja gjë që mund të mendohen është se nuk arritën të shkatrojnë komplet ty. Prandaj, këto tre njerëz mos i falet në këtë jetë. I pari, patjetër që është njeriu që të tradhoi kur kishe më tepër nevojë për ta. Të la fiks kur ishe i dobët. I dyti, është njeriu që u përpoq të shkatronte emrin. Parat mund të rifitohen, besimi patjetër, reputacioni është e vështirë. Parat mund t'i fitosh përsëri, biznesin mund ta ndërtosh përsëri. Për reputacionin duhen vite punë për ta ngritur sërish. I treti është njeriu që të lëndoj qëllimisht dhe nuk kërkoj kur falje. Njerëzit patjetër mund të gabojnë, por ai person e dinte që po të lëndonte dhe përsëri e bëri. Mos harro që falja nuk do të thotë t'i lejosh të tjerët të kthehen në jetën tënde. Sepse ndonjëherë falja më e madhe është të ecësh përpara dhe të mos i japësh asnjë sekond nga jeta jote këtyre tre individëve. E në fund të fundit çdo njeri meriton një shans të dytë.